Të dëgjojmë pyetjen që ka. Alo, Valentina, mami jam. Kur isha një vajzë 10 vjeçare dhe kishe ëndra të mëdhaja, po shokët e tu nuk ishin dhe aq të mirë dhe aq të dashur. Çfarë do doje t'ju thoje ti sot atyre që të thyen ëndrat dhe që të lënduan? Mami, kjo më emocionovi pak. Atëherë, kur kam qenë e vogël, unë kam lindë dhe kam jetu në Greqi, edhe shoqërinë nuk e kam pas dhe aq të mirë, edhe me bullizonin shumë, me theshnin se unë s'kam vlerë, nuk, edhe diesha gjithmonë vetëm, sepse në Greqi ka pas shumë bullizëm për shqiptarët. Mami me çonte në agjencira greke për modeling, edhe prapë nuk na pranonin sepse ishim shqiptar. Pas viteve, mësova të kem vetë besim të vetja, po se do veten, asnjëri nuk të do.